Tani, nga dita e djeshme kemi realizuar pjesërisht një zgjidhje e cila dha sërish probleme. Pati një furnizim të shkurtër për zonën e Lungomarës dhe zonën e Bregdetit. Qyteti sërish vuan furnizimin me ujë. Kërkojmë ndjesë qytetare për këtë situatë. Avaria, siç e kemi thënë, ka qenë shumë serioze dhe shumë e rëndë. Është një avari e cila dhe për nga zgjidhja teknike merr kohën e vet. Sot kemi ndryshuar një farë mënyre dhe mënyrën e zgjidhjes problematikës. Mendojmë deri nga ora 5-6 masdite të ditës sotme të filloj furnizimi, duke ardhur sërish nga stacionet e prodhimit drejt Lungomarës te zona turistike dhe pastaj të japim një lloj sigurie pjesës së furnizimit devës qytetit. Të njëjtën gjë tham dhe dje, që është e vërteta, nuk e realizuam dot ashtu siç e kishim menduar dhe siç e planifikuar. Kjo vjen për shumë arsye, pasi presioni aty është shumë i lartë, edhe pse pajisjet janë për eliminimin e defektit janë po të njëjtës atmosferë që parashikon edhe tubi 1 mish i sistemit transmetimit të ujësillësi.